Siç ju patëm njoftuar edhe më parë, në datat 9 dhe 10 maj, u mbajt në Toronto edicioni i dytë i Festivalit të Librit Shqip në Toronto, një projekt i organizatës shqiptaro-kanadeze Albanian Canadian Development Alternative. Mijëra bashkëdhetar vizituan për 2 ditë rresht mjediset e bukura të Kolegjit Humber në veri të Torontos, të tërhequr nga titujt e shumt, panelet me autorë të njohur, si dhe nga fryma e ngrohtë komunitare që veprimtari të tilla plot kulturë dhe qytetari prodhojnë gjithmonë. Në dallim nga edicioni i parë i Festivalit të Librit, i dyti me siguri përbënte një hap përpara, sepse u rrit jo vetëm në sasi, por edhe sepse sillte disa risi. Unë mendoj që ishte shumë mirë, është hera e parë që kam ardhur në një festival librit dhe ishte shumë mirë. Sa e kuptova, ishin rreth 3000 tituj të librit dhe kishte mysafirë të ftuar shumë. Po ju vetë si lexues po dilni sot me në një libër të blerë? Besoj që po. Besoj kishte libra shumë edhe për mua do të ketë diçka.